të respektuar zonës. Sot ne nuk jemi në një manifestim të thjesht, por jemi një ditë shumë të rëndësishme për shkollën, për fshatin, por edhe për komunën. Unë në fillim ju përshëndes për këtë manifestim, duke ju uruar ditën e shkollës në emër të kryetarit të komunës Zotëri Besnik Emshiu, i cili ishte në një takim me disa ndërkombëtar, dhe ju uroj këtë ditë, ju sjellni urimet më të përzemëta që të keni sukses. Unë edhe vitin e kaluar dua të bëj një ndërlidhje me fjalimin që e mbajta vitin e kaluar, për arsye se kur punohet në kontinuitet, kur ka seriozitet, patjetër që ka edhe rezultate. Organizimi i cili është bërë dhe prezantimi i nxënësve tregon një sukses shumë të madh të cilën është arrihet në këtë shkollë. Unë mendoj se janë faktorët shumë të rëndësishëm ne për të pas rezultate. Ajo është serioziteti i udhëheqësisë dhe bashkëpunimi i atij trekënd shqiptar në arsim, domethënë arsimtar, prindër edhe nxënës. Shkolla juaj këto di elemente i ka. Pa keq kuptime, por ne kemi këtu ish drejtor dhe drejtor të cilët kanë pas suksese në vazhdimsi, në kontinuitet. Nuk ka pas shkolla plasariqe në kuptimin e përçarjes ose problemeve, po thjesht mandati është marrë, është krijuar deri në fund dhe ajo ka sjell një unitet, për arsye se një grup arsimtar, një kolegium nëse nuk ka unitet, ai nuk ka edhe sukses. Pra ky element është Bandet e mia që po zhdukeni dalin nga darë. Gjëmondeti ushton duhia, kundet varka val mbi val. Ka i diell që ashtu flaku, andej fill në tash do vet. Lam të mira dë i beku, lam të mirë për sa të ketë jetë. Nesër nade kur mbine, rezje diellit kamera. Kush e di sa uje dhe mu prej teje ka me nda. E po m'pyqa ret mizore, e po m'pyqa zoq të detit, se për ty moj tok armënore, s'ka me m'fol, kush muaj të shkretit. Tjera fushe, tjera zale ka me pa, tjera dete, ka me ndje, po tjera vale, tjera gjup, tjera qytete. Vendin tem s'ka me pa, ku jam le e jam burnu. Sytë mi ka me kja, pa me gjetë, kush mi ngushtu.